Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. Kjo ditë ju gjen me energji të lartë dhe dëshirë për të marrë iniciativa të reja. Në punë mund të shfaqen mundësi që kërkojnë vendime të shpejta, por intuita juaj do t'ju ndihmojë të zgjidhni drejtimin e duhur. Në marrëdhënie, komunikimi i hapur do të sjellë më shumë afërsi me njerëzit e rëndësishëm. Në mbrëmje, një moment qetësie do t'ju ndihmojë të rikuperoni energjitë. Demi. Kjo ditë ju fton të përqendroheni tek stabiliteti dhe organizimi. Çështjet financiare mund të marrin një kthes pozitive nëse tregojeni të kujdesshëm me planet e fatgjata. Në dashuri, sinqeriteti dhe besimi do të forcojnë lidhjet ekzistuese. Mos e neglizhoni nevojën për pushim, pasi ritmi i ditëve të fundit mund t'ju ketë lodhur më shumë se sa e pranoni. Binjakët. Aftësitë tuaja komunikuese do të jenë në qendër të vëmendjes. Takimet, biseda dhe shkëmbimi i ideve mund të sjellin rezultate të rëndësishme. Në aspektin sentimental, një surprizë e këndshme ose një mesazh i papritur mund t'ju ndryshojë humorin për mirë. Dita favorizon krijimtarinë dhe projektet që kërkojnë mendim të shpejtë. Gaforia. Ndjeshmëria juaj natyrore do të jetë më e theksuar se zakonisht, mund të ndjeni nevojën për të afruar me familjen ose për të zgjidhur disa çështje emocionale të mbetura pezull. Në punë, durimi do të jetë aleati juaj më i mirë. Mos u nxitoni të nxirrni përfundime para se të keni të gjitha informacionet e nevojshme. Luani. Dita sjell mundësi për të treguar aftësitë tuaja drejtuese. Të tjerët mund të kërkojnë këshillën ose mbështetjen tuaj. Në jetën personale, karizma juaj do të tërheqë vëmendjen pozitive dhe mund të krijojë momente të bukura romantike. Kujdes vetëm që të mos impononi mendimet tuaja në situata ku kërkohet bashkëpunim. Virgjëresha. Kjo është një ditë e favorshme për të vendosur rregull dhe qartësi në planet tuaja. Detajet që të tjerët janë shkalojnë do të jenë pikërisht ato që do t'ju ndihmojnë të arrini sukses. Në marrëdhënie, një bisedë e sinqertë mund të largojë keqkuptimet. Shëndeti dhe mirëqenia përfitojnë nga rutina dhe kujdesi ndaj vetes. Peshorja. Harmonia dhe ekuilibri do të jenë temat kryesore të ditës. Mund të gjeni zgjidhje për një situatë që ju ka shqetësuar prej kohësh. Në dashuri, gjestet e vogla mund të kenë ndikim të madh. Në aspektin profesional, bashkëpunime dhe puna në grup do të sjellin rezultate më të mira se sa përpjekjet individuale. Akrepi. Intensiteti emocional ju shtyn të kërkoni përgjigje më të thella. Kjo mund të jetë një ditë e mirë për reflektim dhe për të vendosur prioritete të reja. Në punë, vendosmëria juaj do t'ju ndihmojë të kapërceni pengesat. Në dashuri, shmangni xhelozinë ose dyshimet e panevojshme dhe përqendrohuni tek besimi. Shigjetari. Optimizmi dhe dëshira për aventura ju shoqërojnë gjatë gjithë ditës. Mund të shfaqet një mundësi interesante për udhëtim, mësim ose zgjerim të horizonteve profesionale. Në marrëdhënie, spontaniteti do të sjellë energji pozitive. Mos harroni të balanconi entuziazmin me pak realizëm në vendimet financiare. Britsjapi. Përgjegjësi do të jenë të shumta, por edhe aftësia juaj për të menaxhuar ato. Dita favorizon progresin në projekte afatgjata dhe marrjen e vendimeve të rëndësishme. Në jetën personale, një person i afërt mund të kërkojë më shumë vëmendje nga ju. Keni kohë për të dëgjuar dhe kuptuar nevojat e të tjerëve. Ujori. Idetë inovative dhe dëshira për ndryshim do të jenë të forta. Kjo është një ditë e mirë për të eksperimentuar me qasje të reja ose për të nisur projekte krijuese. Në dashuri, sinqeriteti dhe autenticiteti do të vlerësohen më shumë se çdo gjë tjetër. Një lajm i papritur mund t'ju hapë perspektiva të reja. Peshqit. Intuita juaj do të jetë veçanërisht e mprehtë. Mund të kuptoni më qartë ndjenjat dhe qëllimet e njerëzve përreth. Në aspektin profesional, besoni më shumë në aftësitë tuaja dhe mos hezitoni të paraqisni idetë që keni. Në dashuri, atmosfera është e ngrohtë dhe favorizon afrimin emocional. Mbrëmja është ideale për relaksim dhe reflektim. Horoskopi në Top Albania Radio.